Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet Kurani përgjigjet, sot do t'i përgjigjemi pyetjes: a përmendet ehli bejti, familja e profetit, në Kuran? Një nga pyetjet që shtrohet shpesh në mesin e muslimanëve është: a përmendet ehli bejti në Kuran? Përgjigja është po. Kurani i shenjtë e përmend ehli bejtin e profetit në disa ajete, drejt për drejt ose të rrethorëzi, duke sqaruar pozitën e tyre të lartë, pastërtinë e tyre shpirtërore dhe detyrën e muslimanëve për t'i dashur, respektuar dhe pasuar ata. Si përgjigje ndaj pyetjes, pra a përmendet ehli bejti, familja e profetit në Kur'an, do të citoj disa nga ajetet më të rëndësishme të Kuranit që flasin për ehli bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Ajeti i parë është ajeti i pastrimit, ajetu tathir. Ky është ajeti 33 në surën Al-Ahzab, në të cilin Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Allahu dëshiron vetëm që të largoj për ju çdo papastërti, o ahlul bejt, dhe t'ju pastroj plotësisht. Ky është ajeti më i njohur rreth ahlul bejtit. Sipas shumë transmetimeve të përcjella nga dietarët musliman, kur zbriti ky ajet, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, mblodhi nën mantelin e tij Aliun, Fatimen, Hasanin, Husejnin, paqja qofshin mbi ta, dhe tha: o Allah, këta janë ehli bejti im. Ky hadith njihet si hadithi i mantelit apo hadithul kisa. Ky ajet tregon pastërtinë shpirtërore të ehli bejtit, afërsinë e tyre të veçantë me Allahun dhe pozitën e tyre të lartë në Islam. Ajeti i dytë është ajeti i dashurisë, ajetul mawadda. Ky është ajeti 23 në surën Ash-Shura, në të cilin Allahu fuqiplot thot: Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Thuaj, unë nuk kërkoj për jush shpërblim për këtë mision, përveç dashurisë ndaj të afërm. Shumë komentues të Kuranit kanë transmetuar se me të afërmit synohen Aliu, Fatimeja, Hasani dhe Husejni, paqja qofshin mbi ta. Pra, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk kërkoi pasuri, as pushtet, as privilegje, por kërkoi që ummeti i tij të ruaj dashurinë për familjen e tij dhe t'i pasojë ata. Ky ajet tregon se dashuria për ehli bejtin është urdhër nga Allahu dhe është pjesë e mirënjohjes për profetin Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Ajeti i tretë është ajeti i mubahalës, i lutjes për mallkim. Ky është ajeti 61 në surën Ali Imran, në të cilin
Allahu I madhruar thot: "Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin." Atyre që të kundërshtojnë ty për çështjen e Isait, pasi të ka ardhur njohuria, thuaj ju: "Ejani t'i thrasim bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, veten tonë dhe ju vetë. Pastaj le të lutemi që mallkimi I Allahut t'i godas gënjeshtarët." Kur profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, u përball me të krishterët e Najranit për çështjen e profetit Isa, paqja qoftë mbi të, profeti doli për mubahale duke marrë me vete Hasanin dhe Husejnin si bijtë tanë, Fatimen si gratë tona dhe Aliun si vetat tona. Kjo ngjarje historike tregon pozitën e jashtëzakonshme të këtyre personave pra të Ehli Bejtit pranë profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Sepse profeti ynë I dashur në lutjen për mallkim nuk mori asnjë person tjetër nga shokët apo bashkëshortet e tij, por ai mori vetëm Imam Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Husejnin, paqja qoftë mbi ta, për t'u treguar muslimanëve se këta janë familja e tij dhe askush tjetër. Ajeti I 4 është ajeti I ushqimit. Ky është ajeti 8 dhe 9 në surën Al-Insan, në të cilët Allahu I madhruar thot: "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura." Ata I ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët rob, edhe pse vetë janë nevojtar, duke thënë: "Ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit. Për këtë nuk duam shpërblim e as falënderim." Sipas shumë transmetimeve, këto ajete zbritën për Aliun, Fatimen, Hasanin, Husejnin. Ata agjeruan 3 ditë radhazi dhe në 3 ditët ja dhanë ushqimin e tyre një të varfëri, jetimi dhe të liruari, rob të liruar, ndërsa vetë mbetën të uritur. Për këtë vepër të tyre, Allahu I lavdroi, siç thot në ajetet 11, 12 po të kësaj sure, pas surës Al-Insan: "Fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Por Allahu do t'i ruaj ata nga tmerrat e asaj dite, ditës së llogarisë, e do t'u jap shkëlqim dhe gëzim, dhe për durimin e tyre, që ata qëndruan 3 ditë të uritur, dhe për durimin e tyre, ai do t'i shpërblej me xhennet dhe petka të mëndafshta. Ajeti I ushqimit na mëson sinqeritetin, sakrificën, besnikrinë dhe altruizmin e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta. Ajeti I 5 është ajeti I autoritetit udhëheqës, apo ajet ulul amr. Ky është ajeti 59 në surën An-Nisa, ku Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u rasulahu wa ulul amri minkum." O ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe atyre që drejtojnë çështjet tuaja. Shumë dietar kanë diskutuar se kush janë ulul amr. Shkolla e pastër e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, e shpjegon këtë ajet si referencë për imamët e udhëzimit nga familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, sepse Allahu ka urdhëruar bindje ndaj tyre ashtu si ndaj profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Ajeti I 6
është ajeti i vilajetit, kujdestarisë. Ky ajet është ajeti 55 në surën Al-Maide, në të cilin Allahu i madhuar thot: Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Miku dhe kujdestari juaj është vetëm Allahu, i dërguari i tij dhe ata besimtarë që falin namazin dhe japin zakatin duke qenë në ruku. Sipas shumë transmetimeve, ky ajet zbriti kur Imam Aliu paqja qoftë mbi të, i dha unazën e tij një të varfër gjatë rukus në namaz. Ky ajet tregon pozitën e veçantë të Imam Aliut në mesin e besimtarëve musliman. Çfarë na mësojnë këto ajete, të cilat kanë zbritur për ehli bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Këto ajete na mësojnë, së pari, ehli bejti ka një pozitë të veçantë në Islam. Së dyti, Allahu i ka lavdruar në Kur'an. Së treti, dashuria ndaj tyre është kërkesë kuranore dhe urdhër nga Allahu. Së katërti, ehli bejti janë shembull i pastërtisë, sakrificës dhe devotshmërisë. Së pesti, ndjekja e rrugës së ehli bejtit është rrugë drejt afërsisë me Allahun. Pra ndjekja e rrugës së ehli bejtit është ndjekje e rrugës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Të dashur vëllezër dhe motra, ehli bejti nuk është thjesht një familje historike. Ata janë shkollë e besimit, e moralit dhe e sakrificës. Kurani na fton të njohim pozitën e tyre, t'i duam dhe të mësojmë për tyre. Prandaj, dashuria për ehli bejtin nuk është vetëm një ndjenjë, por një përgjegjësi fetare dhe një rrugë drejt kënaqësisë së Allahut fuqiplot. Nuk mjafton të thuash e dua ehli bejtin, duhet që ehli bejti të jetë në mendimet tona, në fjalët tona, në qëndrimet tona, në moralin tonë, në veprat tona dhe në sjelljen tonë. Sa bukur e ka thënë Imam Shafi'iu, imami i madhhabit Shafi'i: Ya ala bejt Rasulullah, hubbukum fardun min Allahi fil Qur'ani anzalahu. Yakfikum min azimi al-fakhri annakum man lam yusalli alaykum fala salata lahu. O ehli bejti të dërguarit të Allahut, dashuria ndaj jush është obligim hynor të cilin Allahu e ka shpallur në Kur'an. Dhe për madhështinë tuaj mjafton ky nder, kush nuk e përmend me salavat në namaz, namazi i tij nuk është i plot. Pra këto ishin ajetet që flasin për ehli bejtin e pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Qofshin për atyre që e duan ehli bejtin dhe ecin në rrugën e tyre në këtë jetë, duke zbatuar porositë dhe këshillat e tyre. Inshallah, dhe në bashkoft me profetin dhe me ehli bejtin në jetën tjetër. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.